gjatë 4 viteve të ardhshme të ristabilizojmë vendin, ta bëjmë prap Kosovën vend që ka kapacitete të brendshme të besueshme. Kosova patjetër duhet të hyjë në NATO. Po fillimisht veç kisha dashur më thonë që ne duhemi më konë shumë qartë që nëse është trefishu buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes është si rezultati planit tranzicionit që është draftu në vitin 2014 nga Partia Demokratike e Kosovës dhe ka qenë e parashikuar në fazën e tretë që kur blehen pajisjet më të rënda edhe të trefishuhet buxheti. Ndërsa pjesën tjetër të minutazhës po shfrytëzoj për programin ton, ne parashohim që gjatë 4 viteve të ardhshme të ristabilizojmë vendin, të sjellim prap normalitet në sektorin sigurisë kombëtare dhe mbrojtjes, ta bëjmë prap Kosovën vend që ka kapacitete të brendshme të besueshme, të cilat mandej rregullojnë edhe pozicionimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare karshi partnerëve tonë strategjik dhe rifitojmë besimin duke pasur mundësi që mandej edhe të angazhohemi në partneritete më të afërta, për shembull, siç është dialogu strategjik, mundësi e humbur për Kosovën, ne pretendojmë që ta rikthejmë dhe ta zhvillojmë tutje duke edhe nënshkruar një marrëveshje për partneritet strategjik me SBA-t, pjesës së cilës do të jetë edhe përforcimi i ushtrisë, sigurisë kombëtare, po edhe pjesës së zhvillimit ekonomik, ndërsa qëllimi joni në kornizën e re dhe në kontekstin e ri strategjik për Kosovën është që Kosova patjetër duhet të hyjë në NATO, natyrisht edhe kjo realizohet përmes partneritetit ton me SBA-n dhe aleatët ton evropian dhe duke ndërtuar besueshmëri e duke ndjekur procesin për aplikim në PFP, në partneritet për paqe. Ndërsa kisha dashur mi përmend shumë shkurt, 4 komponenta që janë shumë të rëndësishme dhe mendoj që edhe qytetarët edhe ata që i shërbejnë sektorit sigurisë është me interes ta dinë, është që ne siç e kemi planifikuar me Shtetet Bashkuara të Amerikës, do ta ndërtojmë gardën kombëtare me 5 regjimente të planifikuara dhe do ta pajisim edhe me personelin, po edhe me pajisjet siç janë planifikuar në partneritet me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me gardën kombëtare të Iowas. Do të ndërtojmë njësinë e helikopterëve brenda regjimentit të helikopterëve të planifikuar si pjesë e gardës kombëtare, po ky regjiment natyrisht do të shfrytëzohet edhe për emergjenca civile, sepse aktualisht Kosova ka sfidë me i pas 2 njësi edhe civile dhe ushtarake, fillimisht do t'i kemi ato ushtarake, shkurtimisht sigurimet shëndetësore dhe jetësore për të gjithë ata që shërbejnë në sektor sigurisë, ushtrin, polici koha, bes, dhe koha zjarfiksat.